Predispozitat me shku me komplikime janë më shumë tek foshnjët në moshën neonatale, apo edhe tek fëmijët pak më të rritur? Tash, zakonisht fruthi është shumë e vështirë, po thuaj se shumë rrallë që të prek neonatoset, pra fëmijët deri në moshën 1 mujore, pasi nëse nëna ka qenë vaksinume ose nëse ka kalu fruthin, ka imunitet. Ky imunitet zakonisht mbron deri në moshën 3 mujore, shumë rrallë deri në moshën 6 mujore. Pra nga mosha 6 mujore, fëmijët mbesin shumë të rrezikuar për të prekur nga fruthi. Dhe nëse kemi parasysh që vaksina e fruthit doza parë jepet në moshën 12 deri në 15 muj, pra kemi këtë zbrasi ose këtë gap në moshë mes moshës 6 mujore dhe 12 mujore, kur janë shumë të rrezikuar dhe mund të preken nga fruthi, dhe sigurisht se këto moshe janë shumë vulnerabile, shumë kërcënuese dhe shumë të predispozuara për të zhvilluar komplikime më shumë serioze.